Meditim për kohën e Kreshmës. E mërkura e 5 të Kreshmës, Shën Maria, nën e besnikrisë dhe durimit në pasion. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes Unora në këtë mërkurë të 5 të Kreshmës. Kemi medituar mbi vetmohimin dhe sakrificën e Krishtit, pra mbi thelbin e dashurisë së tij për ne. Sot dëshiroj që ta kthejmë vëmendjen te Shën Maria, nëna e Jezusit, e cila qëndroi me besnikëri dhe durim pranë birit të saj gjatë gjithë mundimeve. Ajo është një model i jashtëzakonshëm për ne, sidomos në momentet e vështira të jetës. Për sot le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitullin e 19, vargjet 25 deri 27, ku Maria qëndron nën kryq dhe Jezusi i beson atë Gjonit. Në këmbë përbri kryqit të Jezusit, qëndron nëna e tij, pastaj motra e nënës së tij, Maria e Klopait, edhe Maria Magdalen. Jezusi kur pa nënën e vet dhe pranë saj nxënësin që donte, i tha nënës: "Grua, ja yt bir." Pastaj i tha nxënësit: "Ja nëna jote." Prej asaj ore nxënësi e mori me vete. Kjo, të dashur dëgjues, pra është pjesë e Ungjillit e cila na paraqet Marinë në momentin më të thellë të dhimbjes së saj, nën kryqin e birit të saj. Ndërsa shumë të tjerë u larguan, ajo qëndroi. Kjo qëndresë është dëshmi e besnikrisë së saj të pafundme, e dashurisë së saj të pakushzuar dhe e durimit të saj heroik. Maria, që nga momenti i shpalljes, kur ajo tha, "Ja shërbëtorja e Zotit", më ndodh sipas fjalës sate, e kishte pranuar vullnetin e Zotit, edhe pse nuk e kuptonte plotësisht. Ajo e kishte mbajtur fjalën e Simeonit në zemër: "Një shpatë do ta shporoj shpirtin", dhe tani kjo shpatë po e shponte më thellë se kurrë. Në javën e pasionit, kur meditojmë mbi vuajtjet e Krishtit, është thelbësore që të shohim edhe durimin dhe besnikrinë e Marisë. Ajo nuk u thye nga dhimbja, nuk u dëshpërua, por qëndroi e bashkuar me birin e saj në sakrificën e tij. Kjo dëshmon një besim të palëkundur tek plani i Zotit, edhe kur plani ishte i mbushur me vuajtje. Maria është model për ne kur përballemi me vuajtjet dhe vështirësitë në jetën tonë. Sa shpesh dëshpërohemi, ankohemi apo largohemi nga Zoti kur gjërat bëhen të vështira. Maria na mëson se edhe në dhimbjen më të madhe, ne mund të qëndrojmë të lidhur me Zotin dhe besojmë në vullnetin e tij. Durimi i Marisë nuk ishte pasivitet. Ajo vuajti thellë, por vuajtja e saj ishte e bashkuar me atë të birit të saj, duke u bërë pjesë e planit të shpëtimit. Ajo na mëson se si ta humanizojmë vuajtjen tonë, duke ia afruar atë Zotit dhe duke lejuar atë të na shndrojë për mirë. Le të kthehemi tek fjalët e Jezusit nga kryqi: "Grua, ja yt bir", dhe "Ja nëna jote". Këtu Jezusi nuk i jep Marisë thjesht një shtëpi të re, por na i jep atë të gjithëve ne për nën. Kështu Maria bëhet nëna jonë shpirtërore dhe nëna e kishës. Ajo na pret me dashuri, na ngushëllon në vuajtjet tona dhe na udhëheq drejt birit të saj.
Le të jetë pra kjo e mërkur, një ditë për të medituar mbi besnikrinë dhe durimin e Marisë. Le t'i kërkojmë asaj ndërmjetësimin me qëllim që ajo të na ndihmojë për të përballuar sprovat e jetës me të njëjtin besim dhe qetësi, duke qëndruar gjithmonë pranë Krishtit, edhe kur rruga bëhet e vështirë. Të lutemi së bashku. O Shën Maria, nëna dhimbjeve dhe mbretëreshe martirëve, ti që qëndrove me besnikri në kryqin e birit tënd, luto për ne. Na ndihmo që të përballojmë vuajtjet tona me durim dhe besim, duke i bashkuar ato me pasionin e Krishtit. Na mëso që t'i themi po vullnetit të Zotit, edhe kur ai është i dhimbshëm, dhe të qëndrojmë gjithmonë pranë Jezusit tënd. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të mërkur ju ftoj që të lutni Rozarën ose që të meditoni mbi misteret e mundimit e të dhimbjes. Kërkojini Marisë që t'ju ndihmoj që ta kuptoni më thellë vuajtjen e birit të saj dhe të ecni me të në këtë javë të shenjtë. Zoti ju bekov dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim përsëri nesër për meditimin e radhës. Kudo qofshi, hiri i Zotit qoftë me ju.